pjesën e mbaron. Po kjo është historie një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. E prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje për krejt dëgjuesit e Klan Radios. Shpresoj që jeni duke i shiju ditën e sotme me diell, sepse mëngjesi ka qenë kogja i ftohtë, ka qenë acar. Por ja që pasditja filloi me na ngro me rrezet e diellit që ka rënë mbi Prishtinë shumë bukur. Uroj që po shijoni ditën kudo që jeni, të jetë një ditë e plotësuar, plot me dashuri, plot me lumturi. Përshëndetje Ashtë Minimani. Përshëndetje Fiona Xhema Trushupa. Nga studio numër 2. Numër 4. Për juve që jeni vetura në këto momente, ju presim me informatat e komunikacionit. Na tregu për ato pjesë që mundën me qenë ngarkuara në 049978978 është numri i telefonit që i pret edhe telefonatat, po presim edhe informatat komunikacionit, edhe sot e kemi një temë për cilën ju presim bashkëpunim. Presim me na tregu se çka ju ndihmon më shumë në jetë, fati apo jo puna. Fati ose puna tash. Fati është fati, është nai kushëri, është fati. Nai patushi që ju ka shtim puna nai sa. Nëse unë e lash edhe si opsion të tretë, nai hoxha, nai doja. Nai teza. Që ka luajtur rolin e fatit ose të punës ose bashk ose asnjëna. Hajde të këshyrim çu çapo ndodh. Të shohim tash, të shohim kush është fati. Është fati është. Për ndryshe, veç kanë filluar me arrit informatat e komunikacionit, po veç pe dëgjojna këngën e parë tani po drejtohemi ka komunikacioni, e kena Alvana Gjatën pa dashuri këngën, pastaj po rikthehemi, po ju presim me informata rreth komunikacionit dhe me telefonatat e juaja. Mirë se erdhët. Ato pjesë të matë ngarkuara për ndryshe, po na keni drejt për drejt në YouTube, koa.net, glamradio.fm, në frekuencën 88.6, 102.0 dhe në Koa Vision. Për juve që në këto momente jeni në vetura, ju tregojmë se derivatet më të mira mundri me i marrë tek Petrol Company. Përveç se janë derivatet më të mira, po më cilësore me çmimet më të mira, dini që bëni më shumë kilometra. Kështu që kur shkoni aty me rimbush makinë me derivate, mos harroni me u bë edhe pjesë e lojës shpërplyese, secila blerje në vlerë më shumë se 10 euro, ju e merrni kupon, 22 kupona, 33 kupona, edhe futeni lojë shpërblyese për shumë shpërblime, po për shpërblimin kryesor, që na po e përmendim gjithmonë atë veturën që po e dhuron Petrol Company. Sa i përket komunikacionit, informatat që kanë arrit na kanë treguar që veterniku është në rregull, po poshtë veternikut nga nënkalimi për Mjëshas rrethit duplex ka kolon. Pastaj e ngarkuar është hyrja në Prishtinë nga Fushë Kosova me kolon deri tek kryqëzimi i Menzës dhe rruga Tirana për tek rrethi brapa stadiumit Fatil Vokri. Këto janë informatat e para që kanë arrit në 04997898. Ja telefonata. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Faleminderit. Kush na përshëndet? Farushi. Qysh je Farush? Prej nga Pranthir? Unë po e thirrë prej Mitrovice. Prej Mitrovicës. E përshëndesim shumë Mitrovicën. Tregom ti cilat kanë ndihmuar më shumë në jetë, fati apo puna? Ja, fati dhe puna dyat për i herë se na shtini Albini punë që ato i marrum 2 ura në Mitrovice. Lutem, pa subjekte politike, pa emra, pa politikan, pa hiç kur gjë. Unë ide po vesh kursena din çfarë pjesë. Nuk po dojmë me hyj andej hiç. Ç'është? Sidomos pas lajmeve të fundit. Edhe fati edhe puna, domethënë. Edhe fati edhe puna e marrum 1 urë të mirë atë me pet me lucen edhe tash skvas trafik ka skull. Përshëndesim shumë, faleminderit shumë, nuk ka nevojë me hiç telefonata jote. Po shkojmë tutje. Po se s'kena nevojë për kësi sena, pak po dëgjojnë lojën e po shohin, domethënë që po përçohen se të vogël për populli i vogël jena për me pas gjithë këtë përçamje, edhe me na kursysh ta 45 minuta as 2 milion cena edhe. Kështu që të përshëndesim shumë, faleminderit shumë. Jo s'po e përshëndes hiç valla. Po ju përshëndet në mënyrë tjetër aty. Alo, përshëndetje. Me një blok të lehtë. Përshëndetje. Kush ta përshëndet? Nasir nga Padia. Hajde Nasir, si kalon? Mirë, faleminderit që. Qysh e ke pas ditën? Po mirë sot. Sta kena një zonin moti? Çka ka ndodh? Vallo, ti më zi, ka e s'po mu i më umor, ka e që është mirë, jënë në vetë, që. Okej. Me rëndësi me shëndetje mirë?
A nisëm konkur, po mirë, sot hajme mirë si më po thuj deri sa po thirrin telefon gjithçka në rregull është. Ç'ashtu. Çka të ka ndihmuar më shumë një ty, fati apo puna? Valla, e si më ka dhe fati, se adi që thënë një urim, ku e qënë për datin gjithës shëndet dhe fatë në jetë. Po, sot punë dhe shëndet në jetë, po shëndet dhe... Po, unë e juve për ju aurejshtë, shëndet dhe fatë në punë. Okej. Po ty do më thonë fatit ka punë më mirë, se që ashtu do është të më thonë. Ti se kom po 2-3 kej fatkesi me për punën e për qështë, e fati i jetë jem gjatë, që ku jam, edhe normal, në fatë. Okej. Shumë faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë e pas një super pasdite. Faleminderit edhe gjithashtu. Faleminderit Nasser, faleminderit. Mirë, tung. Të punu fatin, me është që të punoft fati. Në din që thonë, të punoft fatin. Po do të fatin me shty pak. Nuk menoj që... Ne absor fatit. Tyre fat është me fitu pedenti në ato përvishtjet. Fatin nga Kashtanieva. Po dhe pashku me vle për shembull ato, pas shkon, a? Jode. Pas shkon dhe, jo rrit të shtëpia ti. Prej qiellit nuk e di që i ka ardhur, nëse. Okej, po thot fati mos ma përmendin shumë emrin, e ka kopë njërin Lemza sot pak, po Durona. Durona se kena me të përmend, kena me të shoh në shtat pak. Po çka me bo? Po çka me të bo? E fat nuk është, por është për një zbritje shumë e madhe në Enza që ka ardhur për nëntorin apo për Black Friday që ka nis pak para kohe. Enza ka filluar me super zbritje nga 30 deri në 70% zbritje. Keni shumë çmime speciale në shumicën e mobiljeve në showroomin e Enzës. Kështu që shkoni atje dhe përfitoni çmime marramendëse. Përveç kësaj keni mundësi me kriju edhe setin tuaj të mobiljeve, çka do që keni nevojë. I bëni bashk edhe po ashtu keni me pas zbritje deri në 50% në setin tuaj personal. Kështu po e quajmë. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Kush na telefonon? Kujta. Hajde kujt, për nga më na thirr. Prej Zërzës, komuna Roveci. Hajde nga Zërdza. Tregom ti, a ke pas ma shumë fat apo punë? Vallaj, Vilasha me thonë tash fati edhe puna pa lidhën bashkë njësoj, po ma shumë me punë. Ma shumë me punë. Edhe tu punut ka pak edhe fati, ja? Po, tash, 2 ka pak, ustojsh. Po, a e konsideron vetën që je punëtori madh apo që je njeri me fat? Ja, punëtori madh. Qaty pra, qaty deshta me dalë. Kaloma pak cimen, bre. Po, që do është jem katë ngoja, dy që që tu nisi me konë studio. është katë pohon me kryqtu. A dy që po, kur me po studio po njët. Hade. Përshëndetje. Zërzar jetin e mire paska. Po, për ndryshe jam shoki Roberti, shoki ton. Qka jetë të thonë, të falja Robertit mi bon shumë. Faleminderit, qëshje? Mirë, faleminderit i kish prej flakta, e pe u fryke. Po, pra morë qapi, ta shkova unë njerë me tonë fras skip sukses. Ani e kishit, atin kështë që ta shpi prej flak se ju mbo për bërber, atin po më rritën e kësi sene. Mare, është dash ditën e torë me shku me abo torte. Po, Cimo, aje ka pas fotin, a përshë? Po, vishë edhe i ka gra punës aj, se ti që i ka gra punës shumë. Po. Hajde po të përshëndesim shumë. E printim të shëqu, kalofshet mirë. Pas një pasditet mrekullueshme edhe kalofsh mirë. Të fola ke shqiptarëve në zërë. Faleminderit. A ke që të premë të shtunë e dilëm dohet në ngërmi që e përmenëm, a është që ta tjetë, a ka kalu? Pësë këja që ka me parakalu të shtunën ka me ndohë. Po, që të shtunë, se pas në për disa vende tjera ishtu parakalu dhe i pash disa video shumë mira, Arioni Mavriqi kërë qytetit që e ka postu është me 15 nëntorë. Qau merë mirë. Nejse, faleminderit që po na përshëndetni, na po presim informata rreth komunikacionit në Viber, po përgjigjet që jepni lexojna në pjesën e dytë, edhe po presim edhe telefonata, po dihet ajo. Nga informatat e radhës që kanë arritur në 049978 na tregojnë për çastin tek rrethi i Çaglavicës, që është me kolon gjatë dhe rruga Agim Ramadani është e ngarkuar për me dalë tek udhkryqi i Menzës. Këto janë informatat që kanë arritur deri në këto momente. Ndërsa për juve që doni me udhthu në njënin prej destinacioneve si në Gjermani, Zvicër, Sloveni, Suedi, Luksemburg, Paris, duni me zgjedh operatorin më të madh në aeroportin e Prishtinës për me marrë çmimet më ekonomike. Pristinaticket.net është operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës, aty ku mundeni me u fut tani dhe me rezervu biletën. Alo, përshëndetje. Tu në gjatë tjeta arsimi këtu, që ka një tek me robe më lene djallin se pe kap Lemza? E mora përgjigjen për përgojime, po ju përshëndes, ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kush për na thirr? Fatmiri pika tani. Jo, po të ndryshon zoni pi telefonit në Viber. Ja, po jam plak tash edhe më kanë ndryshuar. Valla të kena përmend, çka kena me të përmend sot në ditën.
Ju falenderoj. S'kena që ka me bo fat. Hajde, ata ka dosht, a i ke gra punës. Ja be, puna të piqilës nuk pik kur që më veç. Jo, ka njerës që kanë fat. Po. Për shembull, nuk fëmija i Ronaldos. Që fat është ajo, fat keqësi. Nuk ka punë aty. Edhe rëns, po moj, ku po daj, po m'njohin atë. Lind miliarder, do me thonë. Sigurisht, ka njerë që kanë fati, prind fati, po gjysha se ke mos prind fati, që vetë prind edhe po nëse... duhet migrop fatit, e përmend më pak ma heret na, po... Në shtypa, ka një shkelm të vogël kështë. Ju përshëndes, ju uroj gjithat mirat. Faleminderit fat. Ton kalofsh mire pas një pas ditët mrekullueshme, e që pe marrim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Voli. Hajde Val, prej nga Pënathir? Prej Austrisë, Velsit. Shepi Gjelanit se me nova i Voli tjetër. Tjetër është taj. Aj, uroj mos Pënathir. Aj ka Pënathir s'është problem, absolut. Aj ka fat. Aj ka dyjat. Val, dyjat, trijat, katër. A vreqi paska. Vali, qysh i kemi shqiptarët atje në Austrija? Super, kur më mirë si në konë. Kur si mi konë më mira? Okej, atje, a i keni fatin, a i keni punën? Po shanerën në një shumë njerës që thëjnë valla kish pos fat, që a i për ko fat, kur shkone në punë, gjysht ko. Okej, do me thonë edhe me qeni punësum është fat. Mas pare që ki një punë, e jesh nash për me punu që atë punë, ki fat njëtë. Okej, se e ki shëndetin, vullnetin. Tani, damon, nësi ki shëndetin, vullnetin, je njëri me fat, që është me fat, shkon punë. Për ty cila ka funksionu ma shumë në jetë, në përgjithësi, nëse kthehesh pak mbrapa dhe she si kronologjik kështu jetën tënde, a është fati, a është puna që të ka pru sot këtu ku je? Fati është shumë, kam shumë fat. Ki shumë fat? Damit jetës, po, ama edhe kom punu qda herë. Edhe ke punu? Okej, se do në mirë mbajtje fati, unë mendoj. Do të me që pak në servisim, do të pak në kontrola mjekësore. Do të me që në Swiss Diamond fatin, mi thonë apo më pak masash në një bo fatit, me shti pak në saune, nuk shkën fati vichajt. Mja bo Juzmetin, që është një thënje e vjetër. Ja, pa i bo atë nuk bënesh. Jo mirjeni, për marak, Prishtina me dil është katerot. Tash filloj pak me u erthu, u hekën rrezet e djelit, po ka qenë një ditë shumë e bukur për ndryshem. Super, ju përshëndes. Ka qenë e bukur për ata që në shu në orën 12, se për këta që në zhu në orën 6 ka qenë shumë eftoft. Koku më zë, ta shpilloj mjek, koku. A këta në orën 12 kër në zhu kam, wow, që si fardile. Pranvere. A ata që në zhu në orën 6 e kam përjetu veç 2 gradë Celsius. Qoko, jeni shumë mira. Val, përshëndas shumë, faleminderit. Se dikuj ti përfundon fati sot. Mos e po, se kuptove që ka thashtë, që janë këqyre ftyrën pionët. Nëjse, IPCO ka sjell 3 super pako, tip mini, tip super dhe tip max, po për ndryshe IPCO ju mundësën për me pas internet në krejt Evropën dhe në Amerikë, edhe ato me çmimet më të mira, s'keni nevojë e si makse. Shkoni tek IPCO, i merrni krejt informatat, njonin prej dyqaneve dhe aktivizoni pakot, ose i keni edhe në ipco.com ose dhe në përjetët sociale. Edhe kur delni jashtë Kosovës, tash e kena dhe lojë me Sloveninë, poshtë që po buon përgatitje edhe për me shkullë prej Kosovës e prej Evropës të vynë interneti atje i fillon me qitë na i foto me poshtë që kena me fitu. Që është, së ndryshe hecë... Mi kalzu popullit që kena shku. Sa mire. Kena dojnë. Dollum të partë në tabel. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush në përshëndet? Lilja Farizaj. Edhe njerë emrin? Lilja Farizaj. Si edhe si kalon? Lilja. Mirë vëlloj, mirë. Qysh e ke pas ditën? Po ti dhe mirë. Po mje mirë. A ke pas fat, a ke punu shumë? Njetë. Qka të ka ndimu ma shumë? Fati ma shumë, pasha zotin se pa di hapënën. Pa pas fat, po thu që me punë sa rrijet kur gjo? Joti. Okej, do më thonë edhe ty të pas ka pri fati. Faleminderit shumë që ta ke thirë. Faleminderit edhe për ju e jeni të mirë vëlloj vesh. Faleminderit. Më rrallë shumë? Po bre? Jo bre, a di që kena shumë ndryshim këto. Që diku shumë herët sot dhe pëmer gjumi pak. Kena shumë ndryshim në studio, sa për informatë edhe po ka njerën, du të mi rrudhë dhe na sy. Plus une. Po, plus Fiona këto, si be këta e kryt një i ka Fiona, po më shërrohën syt.
Hajde të përshëndes, faleminderit shumë. Edhe unë ju përshëndes. Hajde të mirat, mos më juron fije njëri, dikush na thotë jeni të qesh tepër, për teproni. S'ka lidhje që aty kjo e pat më fortë, kishte që shumini të buzëqesh, atë rreni pak më serioz, më të rrol, po s'mujna na çushtë. Kishim pas na emision debat në ora 8 me dalë mi dhon lajmet, po ishim kon shumë serioza, po nuk kemi në atë pjesë hiç. 049 978 edhe një numri i telefonit na tregoni në jetë a keni pas kush ju ka ndihmuar më shumë, fati apo puna? Edhe pse ju që thoni fati, po më duket pak sikur po e nënvlerësoni punën e madhe që keni bën jetë, ha? Se dy që shtu po thojnë dhe ishtë tash ketë me fatin ken. Mos e nënvlerësoni punën edhe mundin që keni bo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush na telefonon? Një shikuse nga Prishtina. Hajde shikuse nga Prishtina, tregon aty kush ka ndihmuar më shumë në jetë, fati apo puna? Po këta po thënë të gjithë fati. Leti këta çka po thojnë, ty personalisht kush ka ndihmuar më shumë? Edhe puna të ndihmon shumë. Ty personalisht ka ndihmuar puna? Puna, se kur te kish punën edhe shnetën pak e hidis veti. Po. Edhe tani vjen fati, edhe çështë. Do me thonë me punë, gradualisht vjen edhe fati. Ma ka marrë mendja që me punë i fiton krejt. Mos me mund në punë. Punuan nuk ki kur gjë. Si të punojsh i ki të edhe ajo është punë. Po qysh jo? Okej. Faleminderit shumë për telefonatën, qytetari nga Prishtinë, ju përshëndes. Kalofsh mirë ku ishin çfarë, kalofsh mirë. Faleminderit për bashkë me juve. Qyre, për me ranë ofertat që Toyota i ka, është edhe fatësim. Me kap ofertën. Po për me arrit me ble për shembull një Toyota është edhe puna. Kështu që janë do situata, do raste kur dush me i pas të dy, atë edhe fatin edhe punën. Por fat me Toyotën keni me pas gjithmonë se asnjë vetur tjetër në krejt botën nuk ofron 10 vite garancion. Këto e ka vetëm Toyota, jo veç në Kosovë, por në krejt botën çdo vetur e Toyotës i ka 10 vite garancion. Për motorin, për pjesë kryesore, domethënë gjithçka që ka të bëjë me Toyotën, ju për 10 vite keni me qenë rahat. Keni shumë më pak shpenzime, çka është më e mira se janë vetura hibride që punojnë edhe me bateri, edhe me benzinë. Kështu që kjo është një plus tjetër pse ju duhet me pas një Toyota, ti personalisht, familja apo edhe biznesi juaj. RAV4-shin e keni në ofertë, kështu që shkoni në Toyota, në Autotrade, i keni të gjitha modelet e Toyotës, edhe vendosni, merreni cilën do që doni, ka me shumë banka partneritet Toyota, edhe keni me pas pjesën e blerjes me shumë lehtësime nga Toyota. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Faiku Gjermani. Edhe njerë? Faiku Gjermani. Po Faik si kalon? Mirë, faleminderit ju. Mirë, faleminderit edhe na jemi shumë. Faiku si gjithmonë, Faiku jo i Gjermanisë tjetër është kjo, sa e thot Faiki si gjithmonë. Si kalon dhe si e ke pas ditën sot? Si pensioner që të hushtë. Anja, po keni farë pensione jo, atje në Gjermani. Faleminderit zotit mire kam. Mire ki, po, okej. A ke pas fat, puna, qata ka... Kjo qështë ka shku ty? Dhe në pension. Puna, do më thonë si me punë e ke arrit. Me punë, këtë punë, normale. Kështu me fati punë? Ai fati punë. Puna më tepër mi. Okej, do më thonë ti me punë, ma shumë ke pas... 44 vjetë punë në Gjermani. Po se... Ajo është. Amo e ke pas fat se ke pas punën e mirë, atin të ashtu ja këthuj këtej. Punën e kom pas mirë, po traunë shumë. Se kom përtu, kom punu në shkritore. Në qka në shkritore, the? Po, në shkritore. Qka keni shkri? E ti do më thonë kështu so kilogrami ki krejt? Une? Po. Po e ta shem prash, pak shem prash, tash 200 kg. Sa më so e ka në punë, do më thonë je ka në fit, apo? I shkrirë. Po. Po, që aty të shkriesh, aty e ki në zezë gjithmonë. Okej, faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndes shumë e pas një super pas dite. Edhe ju përshëndet çdo mirë tong. Hajde kalofsh mirë. Faleminderit. Kondicionerët Midea i keni në super ofertë, në super zbritje. Ju mundeni me shku me bleni kondicioner Midea me inteligjencë artificiale, e cila ju kurson energji elektrike ekstra. Për këtë informata që dëni rreth kondicionerëve dhe pajisjeve tjera Midea, mundeni edhe përmes rrjeteve sociale Midea Kosova, ose mundeni me shku këtu në daljet Prishtinës aty tek rrethi me po dyqanin edhe me shku me po krejt edhe çto me inteligjencë artificiale, po ta mësoj ke emrin mas një javë.
Po thirr ke namën, asim apo nerdh, a din ti po, ajo. Apo të vjen zet, apo po. Jo, me sigurt që ekziston dikon edhe kjo teknologji, ai Kine, ai Japonie, kanë zbuluar ai kon. Interesant, po të njoh për një javë ditë, po të njësoj. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Gonja. Hajde Gone, ç'është kemi, a je mirë? Mirë, faleminderit. M'vjen mirë. Mirë edhe na. Alo, se ndrovesh telefon, a? Se më marr, nuk e di që shto po kam problem. A je tu folën speaker, a je kështu normal? Viber pjasil. Viber. Viber, okay. Nëse mendova mos në speaker se den kanë njerë me bo këtë problem. Gane, cilat kanë ndihmu ma shumë të njët? Fati apo puna? Puna? Ma shumë puna, se kur të ki punën të i vinë, fati vinë të na. Kur ki punën e mirë, ose kur je për person që punon, mande i vjen edhe fati, ja? Ta i vjen fati, ta i vinë, ta i të në të mirë atjerat. Okej, Gane, faleminderit shumë. Kaloni mirë, përshëndes. Hajde, fat për ty. Fat për telefonin të punën e paske, e veç fat për vynë. Se e posh... Ani, kur të vjen Kosove, qojna një ipko. Qka fe? E posh një mesazh pak ma herët, edhe peshoq brashun edhe kësi. Florimi tha, mos thuj që s'po thirë, jo shka vazhdojnë me thirë, thash mos më dorzo, po më vjen mirë që s'po dorzohet, a mos diçka s'pas ka fatsot. Me punë e merr lidhjen, mos tani Florim, me punë e merr lidhjen. Nuk ponim që ke thirr. Po ç'është, po unë peshoq që të tutesh sa herë ka thirr. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Jo, një mishë. Miriam nga Prishtina. Si jeni dhe si kaloni? Mirë, faleminderit. Jo, si jeni? Mirë, faleminderit, ne shumë mirë. Ti fatin e paska? Ti fatin e paske, mirën e paske, e kështu punën, a e ki? Po, të punën e kam. Domethënë, ma shumë puna. Ma shumë jetë ty ka ndimu puna se sa fati, apo? Po. Po më vjen shumë mirë, faleminderit Fatmire. Që njeri do më thonë që i ka dyjat për menjere, edhe fatin edhe punën. Veç me pas emrin fat, edhe mos me pas fat. S'po djaj me kon gëzim, me pas emrin gëzim, me nejtim rol, do më thonë. I palum tur. Po. Nejse. Alo, kush telefonon? Seferi. Hajde Sefer, qysh je? Mirë, ju që sheni? Mirë edhe na për mrekulisi gjithë. Unë e mirë me juve gjithë. Më vjen mirë. Sefer, cilat kam ndihmu ma shumë të njët? Puna. Se po thu që s'ke pas fata, po i ke jep punës. Dikon larg. Pse bre Sefer po thu kështu? Qashtu është. Qashtu është situata, qashtu puna thuj. Puna. Po ata ka sjell fatin puna jo? Jo, Allah. Okej. Punën ja ka sjell. Punën. Puna. Shpeshel ke punë vetit kë. Po, ti u met mropa larg me je. Ajtë se vjen. Sefer, faleminderit që na ke thirr. S'ka përse ju përshëndes. Nuk vani huf shpresën edhe durimin. Përshëndes, faleminderit shumë. Në Albi Mall mos harroni ku kena me shku pas pak, nën kuptohet, e kena edhe Rubinin për krejt ju që keni nevojë ose dëshironi me bë dhurata të çmueshme, qysh është ari 14 ose 18 karat, apo edhe linjën e diamantëve e gjeni në Rubin. Përveç Albit në katin e dytë, dyqanin e Rubinit e keni edhe në qendër qytetit, në rrugën Garibaldi, edhe në Ferizaj e keni me 2 pika të tjera. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, a mugoha e mura. Gati shem, mëre djallë, që dhëtë me pas pak fat, po dhe migra me pun. Për ty kem të folë. Po bre, jes kesh, unë e kesh të mundu me marë. Jo për Rubinin, për Flori që kesh të folë. Po Flori, ky kalëzë këtë, e sel këtë ty të kapke lemza. Florim? Me nëzje mora po s'ko den, po? S'ko lidhje, qysh je? Mirë ka dosh zuti që po punojmë këta. Apo ta danë? Apo ta danë me punë? Edhe për se danë e bojna me ta është. Okej, do më thonë të jetë e fati atë e puna. A bon mi to, une krejt më i me kove serios, më i me kove për shtash për munduna. S'ka lidhje ti, qysh të vjen? A më mi to njeri në 2 senë, në 2 loje, do më thonë. Hajde po ndoj. Fat në punë nuk ka, do të migra punës me punu, materializm s'ka fat. Do më thonë do të migra punës. Pa tjetër. E fat mund është me pas në familje, me pas një gru të mirë, ose gruja një burë të mirë, ose me ta... E ta shte ti kush ka pas fat, a ka pas gruja ati? Për besë, në që të jamojnë mund që aja ka pas fat, ama ishala së të mgu se one pëllore. Ti ke pas fat? Okej, së shumë mirë kur te din, në familje kush ka fat. A ki ti fat, a ka pas gruja fat? I në rritë bashk, se në njëftu shumë sminja bëden, unë 17 e 14 e në rritë bashkë, dhe më thonë të ashtë të dina... Ju pas një pas fat të dytë?
Pas një pas fat të dytë. Po këshireve që dhe marrëdhëniet kanë nevojë për punë. Qysh s'ka nevojë për punë? Investim, punë, durim, është urangu një farë durimi. Apo nalësh ta se myti limza. Durimin edhe liridonën e përshëndes. More Florim, qa unë bune? Qka të bune? Ata di mesazhet e tia. Unë merë mesazhi, a thute na kush? Po ve, do më thonë, gruja jam. A thu kush gruja jam? A vjen keq. Kush? Arsene kum pas një halën edhe kem desh me ka përshy mi e veshtu i se di. Po të dhone veta, thu kush? Qashtu ja bona, vish atin ja ktheva pyetjen. Me një herë. Po gëzoj mu përgjigj. Ha, ti çka po thu për vete? Unë kom pas fasi kolege, po për amandë nuk di çka të thom. Gjus këna pas fat me juve. Faleminderit shumë Florim, edhe po më vjen shumë mirë që ta dëgjum zonin, kështu se përgjigjet i ki do më thonë fantastike. Edhe shumë shpesh kur i lexojna pjesën e dytë, e diskutojna me Fionën, thojna i ka të përgjigje që ishin dashme. Atje, domethënë. Je tu godit, vi shumë keq që s'po thirr më shpesh. Shumë fande, ja për pes, nuk kam qef më boj bajat shumë se... Bës jeti i bajat shumë dër këtë djali, mës baj gare. Qëre, unë e ngojla rrugë, ishtë dhe po të qyshë, ka njerë për mdukët mësë është refrizë, se gjithë njerës, a beden. E na po bomi bajat, kur përna të gjani, kur përna shikoni. E qysh pra ju mundeni me u bo bajat? Ja, ama e kanë fjallet njëjtë të gjusë shilë, dhe më Po bëhet Florim si komunitet, bëhet pak si familje, edhe paga shumë që kemi na obligime me dojnë këtu edhe ju e meni pak si obligim dikur me qenë me neve. Su një thua halës mus hajde apet që t'java, din. Sa nga qema drita t'kjerët kur pja kalli për më drita ashtë të kësuri. Që më fund e ki, së është të bo gati. A dhe na e drita që t'kjerë këtu që ju kalën drita të kjerët, a dhe në për më drita ashtë të kësuri. Je ka të portokal të drita që të avrojnë syni ka njëherë. Po da, mo janë përshëndesën. Lese i shdhezë të një të e di që a i zdhez, a i nuk preket, kështu që e di që i merë me sportivitet to. E ngaj basin zeq, dhe në tet, dhe në allë jashtë të kësuri. Ka për rubin jashtë të kësuri. Një ditë vëllabish kur të hindaj me resullit. Të dollë që do të që ka të kalzu. Po, vesh kur të hindaj me resullit, ka ta shënë, po du me thonë, që shka dhe nuk e zgati shumë. Heq na janë një kozmike, diçka i del. Ate po të përshëndesim të kalem shumë. Pandit shumë, kalem i mirë të fola kretë. Që po shkaj të nalbi me Fionën, vesh kur të shruajmë të dira jashtë të kësurit të naprit. Hajde me. Për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja. Sjellë kursimet në Bankë Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota e përjetimit jetësor. Përjetimit që na ka ofru shumë. Na ka mësu e qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjet, e qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka më nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmon vendi familje son. Mos u mërzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsem, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV.
ua gëne u që më kalzej Fiona. Komunikacionin këto momente është me kolon tek Çaglavica në drejtim për tek në drejtim për tek rrethi Çaglavicës për në Prishtinë. Pastaj me kolon është edhe në Fush Kosova nga zona industriale tutje deri tek rrethi i Fush Kosovës. Kolon ka edhe rruga Tirana për tek rrethi brapa stadiumit Fadil Bokri. Këto janë informatat që kanë arritur në 049978 ndërsa për derivatet më cilësore, po me çmimet më të mira, që bëni më shumë kilometra, shkoni tek Petrol Company edhe mos harroni me u bë pjesë e lojës shpërblyese. Çdo blerje mbi 10 euro e merrni një kupon, 22 kupona, 33 kupona, edhe vutin në lojë shpërblyese, shumë shpërbime ju presim. Njëna prej tyre është edhe vetura, mos harroni. Ja telefonata Fion se po të pret me padurim lemër telefonin, s'po ai gore. Pedin ti? Po pedi unë, pedi. Ta muri më i bukur në botë, Alvan? Po. Alo. Po s'di çka të kofty. Po hënda. Alo, përshëndetje. Kush ta përshëndet? Afrem, si je? A jetu nga Afrema? Mirë, falënderit. Mirë. Afrem, fati apo puna? Allah, unë e kom pas 2 jatë, po... Cilat ka ardhe para? Pa punu, unë nuk vjen as foti, për shembull në fakultet, mës me punu me mësu pak ma shumë. Dhe që ja nuk vjen me fat? Nuk vjen, me fat vjen nëse të vinë do të pyetje pak ma të leta dhe në një që e ke mësu pak ma mirë. Ose tu kopju ka pak, po... Edhe aty do të me fat. Edhe aty do të me dit? Edhe për punë, në që ose nuk je angazhum, nuk je interesum, nuk shkollohesh, nuk përparon në profesionin tonë, nuk je, do më thonë, non-stop i gatshëm për me punu, edhe foti vetës vjen. Do më thonë ti vëllu që du të me punu për me pas fat. Të unë e ju konë dyat lillë, po pa punu edhe foti s'ka, po edhe kom pas fat njëtë. Unë menoj që fati vjen deri dikon të afrohet, po kur të shë ty që s'po lodhësh për atë farë pune, të ajtë mëre për shkojt e dikush tjetër. Eca. Fati ka njëre, qëre është e pa mësh me njeri pa pos kur fatë, dhe unë zbesoj që s'ko njeri. Ka njerë është edhe me merita? Po, me merit, tani edhe me fatë. Merita goshi. Tani ka lënë pak ma mirë. Po. Nëse se i morëm këtë amnat në përgujë. Po shkoj lidhe në emision jena qëto që punë kena. Fati, merita, ta shkatimi, u vetë dura. Kur janë nisëm fillim me atë telefonatën, janë nisëm këtë tjetër çka, po shqysh ju nal. Ja shqysh. Deshta më lidh me çatë. Po na shtini në ujërat e zeza. Po konsoj ti për kolona aty kolon këtu, edhe tek llami ka koloni. Ka kolon, është shumë e vërtetë që po vjen shumë mirë se shpesh që prej po hajde se s'pe tham. Tu je detash? Ja doshta më thon, po e kanë domethënë i shoq që i qesin çse po thirrin emision që ka qerë, unë po tregoj për afrimin se është çdo që ka telefonuar më shumë se 102 herë sot për me arrit deri te linja telefonike që ju ndodh shumica prej. Edhe ato dok shpejt. Po. Edhe unë e di që Batiri nëse s'ka bëj mend rekordin që ka thirrë më shumë se 3000 herë edhe s'ka mujt me marr lidhjen ku ka përfunduar misioni, po sidoç të jetë unë edhe Fiona gjithmonë jena falënderues juve që do të thonë nuk dorëzoni. Kalani mirë. Afrem, faleminderit. Po më vjen mirë që edhe puna dhe fati ka qenë me ty. Letash, a? S'na thash. A bën as bën? Qysh ke dashur? Jo, më mirë, s'pethom. Jo, bes s'pethom se tani më njëre. Pje pak u rrugove, presohu, pak Fiona me arsimin kështu. Ngëm Fion. Hajde. Se posh një foto mikjo e nxuna. Kolon është rruga Tirana edhe nga stacioni i trenit deri tek rrethi Duplex. Në këto momente faleminderit shumë për foton. E ngarkuar tash tërë, po do të pak mi rrit syt. E ngarkuar me kolon që ka dhe pjesa lart Vetërnikut deri tek rrethi i Çaglavicës. Po du me nda një lajm të mirë, nëse veç se kemi telefonatën. Do kena telefonatën, po mos është lajm i mirë. Po është lajm i mirë, po është një lajm që ka cirkulluar në për krejt media tona prej mëngjesit, domethënë është fjala për një film që ka më u zhvilluar në Kosovë, e ku aktor kryesor ka me qenë Robert De Niro.
Është një lajm që e keni të publikuar edhe në portalin ton glamradio.fm, edhe çka mujta me kuptu nga burime është që Blendi Vevziu ka qenë ai pari që ka pasi ekskluzivitet si lajm, se ka bërë një mini intervistë në Reelsa që u bën ai bashkë me producentin e këtij filmi, Fitim Krasniqi, një shqiptar që punon si producent në Hollywood tash e disa vjet, ka prodhuar shumë filma, pas ka dhe shumë filma në ardhje gjatë viteve në vazhdim. Edhe ai pas ka vendos me realizu një filmcim që ka me u trajtu masakra e Reçakut, ku babai i tij ka qenë njëri nga viktimat që sipas tij është djeg për së gjalli nga forcat serbe atko. Edhe sipas gjasave De Niro ka me lujt rolin e babait të tij, personazhit kryesor, pas ka me pas edhe shumë emra të tjerë hollywoodian, nuk e di a ka me pas aktor shqiptar, besoj që ka me pas edhe po shpresoj që ka me pas. Sa aktorin edhe po mendoj që ka me qenë një realizim i jashtëzakonshëm Hollywoodi me statist që ku jena. Po, nëse ju vjen diçka, statist, nai perde, nai diçka e ndritim për perde. Publikisht ose më ju pru bukarajt. Po, bukëm një albina, s'është problem. Publikisht, po dalin vullnetar me qenë pjesë e ekipit, ke që shke, pa të më rola si realizimet mira, definitivisht ke një lajm i jashtëzakonshëm, se unë e kom thonë shumë shpesh e po du prap me përsërit, çka ka bo muzika, sporti, arti, filmi në përgjithësi, për njohjen e vendit edhe historisë tonë, nuk e ka bu politika, as nuk ka me bu kur. Kështu që jemi falenderues kështu tejmase për krejt artistët tonë kudo që janë në Kosovë, Shqipëri, në rajon, në botë, në Amerikë. Faleminderit nga zemra. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Vehbiu nga Podhiva. Si e Vehbi? Mirë, faleminderit. Si po kalon? O mirë, po arktohëm me juve të ju shiku. Po më vjen shumë mirë. Po më vjen shumë mirë, edhe po qëllimi jonë është ajo që ta 45 minuta mu arktu zbashku, edhe mu mundu pak mi hyk aty në temave që i kena gjatë tënë ditës se që shumë shpers po jenë temat mira. Nate. Po. Sigurisht. Hajde të regon ati, a e pe temën për çka po flasim? Po. Cila ju ndihmon ma shumë njetë? Cilat ka ndihmu ty ma shumë njetë? Fati apo puna? Deri me tani. Sigurisht puna, se nëse presët veç fatin atëherë veç djeli desuli. Po dese ai fati, hajtë se kam fat unë vjen buka vetë, o ardë buka të hecë. Po jo, risku në vetë se cili. Po e ka se cili, risku në vetë. Prit. Do më thonë ty puna. Fat këm pas një herë në 79-ën. Kur je martua? Nuk e harraj, e kom kryu shtrin, jom feju, jom martu. Në qatë veta? E kom orlen, loje dhe kere gjithat 79-ën. Qa je të thonë, për një vetë krejtë ke kryshto? Ty po do ka... Ti më ngu mu e len nofkën 79-shi. Vëq ashtu? Kush është 79-shi? Nuk e harraj kur. Kish di që atër edhe me lujt një asin, në ashtaj kish fitu krejt për me njerë në 79-ën. Vebe, po të përshëndesim shumë e pas një pas ditët mrekullueshme. Ju faleminderit, kalofshit mirë. Hajde natën e mirë, se u bo natë. Stash mujna me thonë, se veç u bo natë, u bo terë. Bashkë pianisim emisionit ditën për përfundojna natën, so interesant. Që telefonat? Shumë interesant. Alo? Shumë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe për juve, kush na telefonat? Me gjitë prej Voshtërës. Emrin edhe njerë t'lutna? Me gjiti prej Voshtërës. Me gjiti. Hajde me gjitë, e kena bu plan me ardhë me cimin, hajdin? Vish për me pi qaj. A më dhe që bo pa një nëzofsha rrugës të kalzoj? S'kena nevoj me nëzonë, shkojna i hajmë. Dhja me nëzanë, po. Jo, që të nëzonë. Shkojnë flak, për dhua. Po, a ma mirë para, a mas qajit? A gjatë? A para qaj. Para qajit, okej. Të më dhënë qaj shkojnë mas? Okej. Qaj mas, taj për mas. A i është krejtu qmimet, se kom një që u bo 50 cent qaj? Si nga që të dikë. Që aty si nga, 49,90. Okej. Hajde të regona... shkojnë atë shemi, mbushtre, hajtë më stani. Me gjithë regona për ty, kusht ka ndimu ma shumë? Fati apo puna? Bërloj se di puna ma shumë dimon besoj, po edhe fati. Për ty personalisht. Kush e ka lutë rolin ma të madhë? Puna. Puna, edhe për ty puna. A të ka cilë puna fat? Po, në raste po. Në disa raste po. Okej. Në disa raste. Okej.
Faleminderit shumë që na telefonove, të falë avushtrisë. Faleminderit ju, faleminderit edhe ju kaloni mirë. Faleminderit shumë. A kena kohë, po paskëm kohë për me marrë dhe një telefonat. Kemi. Po, hajde pe marrëm telefonatën. Alo, përshëndetje. Mos na pret. Përshëndetje, qysh s'ka kohë për mua bre? Po, për ty kena kohë gjë. E shtyna emisionin e krejt edhe orën e kthejna për mas për ty. Falemet. Që ashtu, si kalon? Mirë, jo. Mirë, faleminderit. Hajde tregom fatja puna ty. Mu fati, pi fatit kalon në punë edhe mirë të për. Në çka ke pas fat shumë tregom? Që jam dalë në Itali. Okay. E lëfsha qëto prej bashkëdhetarëve, a din se punën e mire, jetën e mire, se shumë njerëzve, nëse tash dikush mund të thonë jo se s'u kam fat. Po u kam fat edhe për me dal jashtë, me mujt me jetu jashtë edhe me ose me taku persona të cilët me mësuni kulturën atë kohë, do të thonë kanë dal vitet e 60-ta, 70-ta. Në kohë shumë vështirë. Po, edhe tash ajo e fati ka luajtur shumë rol në atë kohë, me taku edhe njerëz që të mbështesin edhe të shtym përpara. Po çysh jo. Mama unë kam pas fatin çdo, domethënë se në punë se në krejt. Po vjen shumë mirë. Petria, po të përshëndesim. A ki nevojë për proteina? Jo, i kam bolla për çka jetë të thonë, jo më çfarë, s'po them kilogram proteina. Jo, me pas me një paketë 27 gram protein, është pak problem me gjetë. Kilogram na s'po thojna kilogram, po thojna proteina, do të thonë njëri duhet me pas proteina në trupin e vet. Ka nevojë për me marr dozën e caktuar me proteinës gjatë ditës, edhe për juve që dëni me marr këtë dozë caktuar, mundeni me marr edhe përmes asaj pjesë mrekullueshme të Zotit që ka me shumë shije, po pa kësi shtesa artificiale, pra në secilin market të protein line aty ku i keni, e keni edhe Zotin, e kapni Zotin. Kjo ishte edhe tëra për ditën e sot me saj për këtë emisionit me Koavizionin, po më do këtë u idhnu. Jashtëtoksor, vish bëma me drita ta di, a është gjithë shka në regull. Teorimi ka fajet. Po, s'kena qka mi bo, qasë është. Nesër të njëjtën kohë ju presi me telefonata me një tem tjetër, deri atër ju mësaroni me bo ata që duni me bo gjithmonë me epë shumë dashni i paqit, plot shëndet. Faleminderit shumë edhe Jeta Baholli Hair and Makeup që gjithmonë është pjesë e emisionit ton edhe na zbukuron në ekranet tona, kështu që e keni në rrjetet sociale nëse doni me lënë në një termin 044 60487. Shihemi nesër nëse s'keni mundësi me vazhdu me na dëgju, përndryshe jemi edhe një orë tjetër me frekuencat tona në 86 edhe 102 FM. Tung tung.